Përshëndetje shikues të televizionit Albi UK TV, mirë se po takohemi sërish në emisionin Biseda në Londër. Kësaj radhe kemi të ftuar konsultin e nderit të Maqedonisë së Veriut në Gjenevë, si dhe diplomat i njohur për angazhimin e tij në promovimin e dialogut, tolerancës dhe identitetit kombëtar, zotrin Zaim Jasharin. Përshëndetje, nderuar, mirë se erdhe në televizionin Albi UK TV. Përshëndetje shpresa, përshëndetje gjithë fituesit dhe gjithë shqiptarët kudo që janë në burë, në vendlindje, Maqedonisë, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Çamëri dhe në të gjithë anët e botës. Atëherë, zoti konsult, Faleminderit për testin e juaj dhe faleminderit ju dhe gjithë stafit të juaj. faleminderit. Dhe një mbarim të vitit të mirë. Atëherë, zoti konsult, si erdhi propozimi juaj konsult deri nga Maqedonia e Veriut në Gjenevë dhe si vendoset në fushën e diplomacisë dhe angazhimin tuaj ndërkombëtar? Shpresa unë kam fillu jetën në nërgim në Bruxelles. Në Bruxelles vetëm të kjo qendra e Evropës, ku edhe atje kemi pasur kontakte të mira me njerëz të ndryshëm të shteteve të ndryshme, por ja që pati më sjellën në Gjenevë dhe këtu vazhdojnë të njëjtë takime të njëjtë të njerëz. Dhe propozimi i parë që erdhi për të qenë konsilleri ishte propozimi nga një shtet afrikan, ai ishte Republika e Kongos, Kinshasa, një konsept nga kabineti i presidentit, e jam konsulteri Kongo Kinshasa në Maqedoni dhe të përfshin të gjitha shtetet e Ballkanit. Kështu që kështu filloi. Mirë po? Cili është roli juaj konkretisht mes diasporës shqiptare të Maqedonisë dhe lidhjes mes Gjenevës? Para se të ja përgjigjem në këtë pyetje, jesha të përfundoj me pyetjen e parë të shpresës. Ishte se me ardhmën e zonjës ambasadorës shqiptare Stajt Teutaraj Deviona dhe mendimin e kryeministit të parë shqiptar të Çatetit dhe me një mirëkimin ambasadori më pashëm Kire Joçki Maqedonisë së Veriut, ata vendosën që unë të jem konsulteri Maqedonisë së Veriut në Gjenevë dhe në kantonet frankofone të Zvicrës. Kështu që ata e vullën poshtë propozimin e Kongo Kinshasës, dhe tanë se ju kemi një nevojë për ju këtu, dhe ju duhet të jeni konsultioni e jo një shtetit Afrikës. Kështu që e u këta dërë në fund këtë edhe arriti të bëhen konsulteri i Maqedonisë së Veriut në Gjenevë. Do thotë një pjesë e madhe e kësaj takon të ta agavit e një parë. Atëherë, zoti Jashari, si perceptoni lidhjen mes kulturës dhe diplomacisë në promovimin e vlerave kombëtare? Ne kemi nevojë të ka nevojë promovim të pangashëm të rrugëve në çdo vend, duhet të jemi prezent ku shpesh aty ku janë amerikanë, ku janë italianë, ku janë anglezët, duhet të jemi edhe një prezent të gjithë ty, i tregojnë botës se edhe jemi një kombë fisnik, një kombë në të cilin ka kujt historia, edhe para historisë, kështu që duhet kemi prezent, duhet të ato nevojë në atë mënyrën sa më diplomatike, sa më sjellje dhe në mirëkuptim dhe me shoqëri, duke kriju miqësi në të gjitha amërët e botës. Çfarë përgjithësisht? Kam pas rastin të takoj me shumë grupe mjetësh
dhe shumë pyetje të shumë fondeve që kur I kemi në thelësi e edukatës tyre, ata kishin shumë gjëra që ishin të njëjta kur praktikat tona dhe kulturët tona që I kemi. Mirë po, çfarë përgjegjësie mbart një konsull nderi dhe si realizon këtë rol konkretisht? Përgjegjësia puna ime, qoftë pyetje praktik, puna ime si konsull është të krijoj ura në mes shtetit anë dhe shteteve të patronit dhe shtetit ku jetoj tash në Zvicër dhe me shtetet tjera të Evropës apo në mënyrë ndërkombëtare. Të krijojmë ura bashkëpunimin, të krijojmë të promovojmë ekonominë e shteteve, të bëjmë prezantimin e organizatave tona të prodhimit, po të njëjtën kohë edhe të Zvicrës në lindje tek ne, të promovojmë kulturën, punojmë shumë në arsim të bëjmë financimin e universitetet, financimin e organizatave, financimin e komunave, dhe kjo është detyra ime si konsull. Me qenë se ju keni qenë edhe pjesëmarrës në forumin publik të organizatës botërore të tregtisë dhe ku është Maqedonia e Veriut në këtë? Ka qenë pak e prezentuar Maqedonia e Veriut, pas nuk të jem aty, palë veçve të minë përkantarë dhe veçve të minë shqiptarë në këtë raste dhe mi kutim të Jerusalemit dhe kum pas të takohem me djerë të ndryshëm, me tregtarë të ndryshëm të kësaj bote, kum pas të takohem edhe me krejtarin e OKB, ka qenë një eksperiencë më mirë, por ka qenë mungesë e shtetit tonë, mendoj që vitin e ardhshëm të bëjë çmot që edhe shteti Maqedonisë të vejë të në këtë operacion, ashtu siç janë të tjerë. Mirë po, si mund të kontriboni në forcimin e marrëdhënieve kulturore dhe ekonomike mes Maqedonisë së Veriut dhe Zvicrës dhe Ballkanit, dhe ku e shihni si të arsyeshme që të loboni më shumë, apo të kontriboni, apo të ketë lidhshmëri më shumë dhe shkëmbim përvojash mes këtyre dy shteteve? Ekonomia është motori I jetës në çdo shtet në çdo vend. Pika e parë ime është të mundohem të promovoj që të mundur të sjellë në organizata ndërkombëtare në Maqedoni, në Kosovë, në Shqipëri, po edhe në vende të tjera se jo, edhe të promovojmë prodhimet tona në Zvicër dhe në vende të tjera. Kjo kërkon punë, që duhet bëhet marketingu I duhur, prezantimi I duhur, takohemi me njerëz, sado kudo që interneti tonë, pra shumën e rasteve njerëzit kërkojnë prezentën fizike që promovohen gjërat me organizimin e ndryshëm të konferencave të ndryshme, bashkëpunim dhe të organizata ndërkombëtare ato vendase, kulturës, duke organizuar ajnaire të ndryshme, organizuar prezentacionin e votimeve të ndryshme nga plusit tonë. Apo duke buar edhe artin që është një pjesë e mirë kulturës edhe e aktimit tonë. Zoti Jashari, me qenë se është një përgjësi, po ashtu është edhe një privilegj që të jeni konsull nderi, atëherë, a mund të na thoni se keni pasur ndonjë sfidë?
Jeta ime ka qenë gjithë me sfida, por e ka qenë në fortën ekonomike, kështu që unë jam I kalitur me sfida, dhe aty ku nuk ka sfida e krijoj një sfidë. Duhet kem diçka për ndryshe, më është jeta të voton pas sfida. Por dhe tu pa, sigurisht që ka sfida, se që në çdo shtet edhe në shtetin tonë janë partitë politike ato që udhëhecin tani krijohen ata momente në të cilën duhet t'i bindemi njerëzit se duhet kjo është rruga me drejt, kjo është rruga me mirë, e kjo është një sfidë para disa njerëzve të cilët e kanë më vështirë ta kuptojnë se ndryshohet kur jemi në nivelin edhe në shtetet ku shpejtësia e vendimit dhe shpejtësia e vendimit duhet të jetë shpejtë dhe saktë në vendet tona të rrëskull pak më ndala. Dhe kjo e thonë që duhet kemi më tepër për t'i bindur, e këto janë disa sfida të cilat nuk mundojnë pa. Po, si sheni nga këndvështrimi juaj diasporën e shqiptarën Maqedonisë së Veriut në Gjenevë, sa janë të integruar, sa janë të fokusuar në jetën e tyre në Gjenevë? Shqiptarët, jo vetëm në Gjenevë, por në të pjesën shqiptarët e Maqedonisë, po ashtu në Kosovë, në Shqipërisë, janë të integruar shumë mirë. Tash, ne po thjesht tregtimin mesme, ata e kemi kapluar. Ke ajo në drejtimin e ndërtimtarisë, në drejtimin apo në pelerin, kemi në drejtim kemi architektët tonë, një nga ata janë dhe unë, kemi inxhinierët tonë, kemi avokatët tonë, tash kemi edhe rinjit tonë që po angažohen edhe në për parti politike, në financa dhe në banka kemi rinjit tonë. Në thotë, jemi ku edhe presidente e shqiptë të thasem pas shqiptarët ne nuk e shohim me shqiptë në sot. Në thotë 10% popullatës të stronë sot janë shqiptarë. Se shqiptarët ne një buatë në tonë. Kjo është një punë shumë e mirë, po ime edhe të ajo fjala që ne shqiptarët kohë me suksese në përvendet e tjera, kurse në vendin tonë nuk ditë se nuk janë ka shpejtë. Përveç se janë të suksesshëm, janë edhe human, po ashtu jeni edhe ju njëri ndër ta, I cili keni dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për ngritjen e bustit të Skënderbeut në Gjenevë, dhe kontributi juaj pa diskutueshëm e keni ndjerë si çështje shqiptare, keni ndjerë si çështje shqiptare apo si detyrim për ta ruajtur identitetin? Kemi në humanitetit, ne kemi të rinjë shqiptarët të gjithë në përgjithësi, këtë edhe e kom biseduar më shpesher në takun e ditën speciale, se ata pyetjen e tretë kanë çështje humanitare që keni ato që keni menduar të bërin atë. Humaniteti ka qenë I pandashëm I imi dhe I familjes time për çështjen kombëtare që nga vitet 90-ta e deri në më tash. Tash një nuk ndahemi. Kur është çështja për Skënderbeun, burjen e bustit të Skënderbeut në Gjenevë, kjo ka qenë më është ardhur në zyrët e mia asjet leka, I cili nuk është mesin tonë sot, por që anti I takon në meritë më ndë për burjen e Skënderbeut, sa I ka sjellë nga Shqipëria këtu. Dhe merë në zyre, duke më tregu se ka pasur një problem me qeverinë shtetërore me buxhetin e vendosjes së Skënderbeut, në të cilën me mirësinë që kisha edhe me së shpejti brenda javës dhe Skënderbeut. Kështu që atë kom jo vetëm në kursin e Skënderbeut në të vetë të gjitha figurat tona, kudo që t'jenë, mund të t'jam
prezent, po dhe çdo shqiptar duhet të jetë prezent se ajo është krenaria, ajo është historia jonë. Të gjoni njëri duke përsëru me njëri që edhe ata përdorin Shqiponjën si rëmë patriotët dhe jashtë elite, ata shpjegojnë se Shqiponja ka dy kre. Një kre është për të parë të kaluarën dhe kreri tjetër është koka tjetër është për të parë të ardhmen. Dhe duke e parë dhe mitrizuar të kaluarën dhe duke e parë dhe mitrizuar të ardhmen, ne mund të mbretërojmë mbi vendin tonë dhe mbi të ardhmen tonë. Do të thotë, ne jemi të domosdoshëm mos të harrojmë kurrë të kaluarën tonë dhe heroin tonë. Sikurse i historiat të fëmijë e familjes, unë stërsti të në majtë mërinqë dhe të varejtë të shokin gjyshin, stërgjyshin ku i kanë pa forën, tani të tjera. Pse, ka shojnë se gjithë atë generata të punë, që sot të jenë këtu në këtë tokë dhe në këto vende, të jenë konarë dhe të jenë zotë shtëpije. Ata nuk kanë ardhur tokë tjetë. Në të të e tokë u shqitu me dufës, me gjatë, me heron tokë. Dhe ne duhet të atimat, po se vetëm ata nuk mund të hecme të parë. Kështu që të ndërgjohë ka qenë minimalja që ka mund me parë. Por dhe për një interesën një më ka punoj, më ka të mendja me një vitë, një vitë që të duhet edhe duke i interesët. Mirë, po cilat i konsideroni si momentet rëndësishme në karrierën tuaj deri më tani? Që se formin të tamine të infinistit, unë kom pas momente në të cilët të trafë mirë në vendime shpejt të saktë dhe atë kom pas presion ndoshta nga familja që vendu se nuk këmbëtuar vetë që punë e një 5 vecër, të cilët në së bashku edhe ka pas raste që për të bindur edhe familjen edhe vecët e vinë nuk ka qenë baslet, por ja kam dalë të qysh. Ja le këtu që sot i një avitat në të jemi. Ka sfidat edhe momente të vështira ka pas, por unë i dua të momente, unë jetoj me ata, këtu që mua ata veç kam kanë kalit edhe më kanë mua edhe në sport edhe më me. Sigurisht. Megjithatë, ju jeni edhe ambasadori paqes botërore dhe si përkufizoni paqen dhe rolin tuaj si ambasadori paqes në Gjenev? Unë gjithmonë kom qenë njëri paqes, por nuk të më largu një të të ka pas një doja dhe të shkenë për shtunë të lytje eksistenca e popullit temë. Përndryshe, jam shumë i paqes dhe sot në shumë se gjithë duhet punohet për paqen në botërore, për paqen ndërkombëtare, për paqen edhe në Ballkan, në të vend tjetër. Vetëm me paqe mund të arrijmë gjithkund. Edhe kjo është ajo më vështira me gjindje njerëzit që të punojnë për paqen. Nuk është edhe e lehtë që dikush punojnë të shkojnë në drejtimin e paqes, ndërsa në ato vende janë bërë gjëra të atrocitetit, janë bërë gjëra gjatë luftëve janë bërë gjëra të vështira, ata kur bisedojnë kuptojnë se duhet të shqyrë punojnë dhe të bie paqja në vend, duhet të kuptojnë edhe ata familje të cilët kanë humbur më të dashurit e tyre, është e vështirë të bisedohet, por në çdo mënyrë duhet të gjenden fjalë, të gjenden mënyra se si gradualisht duke marrë punën, të marrë durimin dhe po pastaj të vihet paqja se vetëm janë mënyrë është të vihet paqja edhe të punuar në drejtim. Me burjen e paqes me popullin dhe në bashkimin, me hyrjen në bashkimin në Evropën e Bashkuar, ne si shqiptar do të jemi të bashkuar. Por edhe vota do të jetë ndryshe.
Unë shpesheri kam edhe Europianë, po që ju pranë edhe shtetet e Ballkanit të jetë në Europë, ne do të kemi një fuqi e mirë, të cilën do të kemi pak zërion të të gjohet, pak më mirë dhe i kur kemi në tavolinë me një fuqi tjera botërore. Që kjo mund të bëhet vetëm me paqen e popujve dhe me ndërtimin. Zoti Jashari, me qenë se jemi edhe në fund të bashkëbisedimit tonë, kisha dashur një mesazh nga ju, me qenë se jemi edhe po ashtu në muajin e fund vitit. Unë uroj çdo të mirë për çdo shqiptar, të mbarojnë në mënyrë sa më të mirë këtë vit. Uroj që të jenë të lumtur, që mos t'i ndalin aktivitetet e tyre, por të punojnë dhe të krijojnë sfida sa më të mëdha. Sa projekte dhe fiksimet janë të mëdha dhe sfidat janë të mëdha, aq suksesi do të jetë më i madh. E ne kemi nevojë si popull shqiptar të punojmë dhe të arrijmë suksese sa më të mëdha që të forcojmë kombin tonë, shtetin tonë dhe të mirat tonë. Uroj që të bëjë mirë të jetë në çdo sofër shqiptarë dhe në çdo sofër të çdo kombë tjetër. Atëherë unë të falenderoj shumë për kohën, për bashkëbisedimin dhe të uroj shumë suksese tutje në misionin tuaj diplomatik. Dhe po ashtu... Faleminderit juve, faleminderit ekipit ju, ju uroj sukses shumë dhe i pres se shpejt në vitin e ardhshëm të vini në Zënjë në vizitoni, po edhe në lutur në ndërmim të kjo. Me shumë kënaqësi. Urime atë vitin e një, urime fundin e vitit dhe sukses në fillim të vitit ardhshëm. Faleminderit shumë gjithashtu. Pra të dashur shikues, me ne ishte zotri Zaim Jashari, konsul deri nga Maqedonia e Veriut në Gjenevë. Deri në takimin ton të radhës, miru pafshim.